Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parashtrohet një pyetje, çka i vën bashkë këta tre emra, tre figura. E përbashkëta e tyre është thirrja për të braktisë Islamin populli shqiptar dhe populli bosnjak që jetojnë në Ballkan. Thirrja që ata të konvertohen në fetë krishtere, katolik apo ortodoks, dhe se Islami është pengesa kryesore për ta. Po, ata kanë një mlef brenda zemrës së tyre ndaj Islamit dhe muslimanëve dhe nuk shohin gjuhë tjetër me cilën mund ta largojnë Islamin nga populli shqiptar apo populli bosnjak përveç se do thotë gjuhës së dhunshme që përdorën ata dhe normalisht në rrethona kur do kenë mundësi me përdor edhe ushtrinë siç e bëni Dodiqi në Bosnjë nëpërmes ushtrisë të serbëve të Bosnjës dhe ushtrisë serbe nga ish Jugosllavia dhe e bëni. Masakrat e Srebrenicës, e masakrat e ndryshme të Rrëqakut edhe ndryshme që ndodhin në Kosovë, ata i bënën jo vetëm pse ishin bosnjak edhe shqiptar, se kjo ishte që i pengonte ata gjithsesi, po edhe Islami u pengonte atyre. Edhe Dodiqi çka thot? Thot bosnjakët, muslimanët në Bosnjë e kanë një zgjidhje që me te mund të ruajnë Bosnjën. Edhe është shumë e thjeshtë. Ata duhet të ndrojnë Islamin, e të bëhen krishter, a bëhen katolik si kroatët, a ortodoks si serbët, kryesore le të ndrojnë fenë, le të bëhen krishter, e pastaj do ngelet Bosna shtet i krishterëve dhe nuk do ketë probleme. Kështu flet Dodiqi. Kështu flasin edhe këta, do thot nismëtarët e lëvizjes për konvertim të shqiptarëve nga feja islame në fenë katolike. Edhe i insistojnë me çdo kusht që me kuptu se do të ku është burimi i tentativës për të thirrë shqiptarët që të konvertohen në fenë, do thot krishtere, katolike apo ortodokse qoftë, për e pas parasysh se mu ky islam neve si shqiptar ka investu në identitetin ton kombëtar. Dhe lindja kombëtare është lindja e cila është e mbushur me figura fetare, muslimane me shumicë dhe krishtere gjithsesi. Ama kjo që e tentoi këta me bo, tregojnë domethënë se e kanë një burim, një financë, një plan, një qëllim. Edhe andaj të mashtrohet dikush me këta figura, duke menduar se ata ja do të mirën kombit shqiptar, është një mashtrim i cili është i demaskuar që në start, nuk mashtrohet me të askush. Normalisht ne muslimanët shqiptar duhet të vazhdojmë me krenarin ton, edhe me islamin ton, edhe me përkatësinë ton kombëtare, të kontribuojmë ashtu siç kemi kontribuar dhe si kemi shëruar vazhdimisht në shumë mejdane dhe në shumë aspekte për të ruajtur konsolidimin ton brenda kombit shqiptar, për të iniciuar zhvillimin intelektual të kombit ton shqiptar, për të insistuar në drejtësi, për të insistuar në ndershmëri tek politikanët, tek biznesmenët, tek universitetet, tek qarqet akademike, guximi intelektual për të ballavaçuar me fenomene negative, kështu me radhë, i kemi shëruar vazhdimisht. Ne do vazhdojmë me krenari për të qenë musliman, me krenari për të qenë shqiptar, për të kontribuar në zhvillimin e son, për të dhënë kontribut në demaskimin e këtyre figurave që pastaj secili ta merr vendin e vet. Dikush e ka tek koshi i plehrave, e dikush e ka në kryet të mexhlisit, në kryet të kuvendit. E ata që kontribuojnë për të mirën e fesë dhe për të mirën e kombit ton historikisht edhe sot, ata e meritojnë kryet e vendit, e dikush e meriton koshin e plehrave. Atje ka qenë, atje do ngelet dhe atje do harrohet me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal. Pra, shifne ajo që i vën bashkë këta figura, burimi i njëjtë, synimi i njëjtë, plani i njëjtë, mekanizmet e njëjtë, sikur të kishin mundësitë e njëjta, gjithsesi ata janë ngatshëm edhe me vrarë dhe me prej, edhe me masakru vetë se nga Islami me largu, mirë po, as kalume as sot, ata nuk kanë me pas sukses. Na do vazhdojmë të mbetemi musliman dhe të kontribuojmë për Islamin dhe për vatanin me gjitha kapacitetet që i kemi në disponim. Allahu na ruaj dinin, Allahu na ruaj vatanin, Allahu na dhash pari e cila na udhëheq me drejtësi dhe na udhëheq drejt ujrave të qetë, të kemi harmoni, mirëkuptim dhe bashkëjetesë të begatshëm në këto vende tonë, edhe na ruaj nga të gjitha klanet dhe grupet që ja mendojnë të keqen fesë tonë, ja mendojnë të keqen popullit tonë, ja mendojnë të keqen vatanin tonë. Zoti shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.